Vullnetarët e kryqit të Kuq në rajonin e Kërçovës nga përmbytjet kanë evakuar foshnjë 1 muajshe, 2 muajshe dhe 7 muajsh, ndërsa në total kanë evakuar 61 fëmijë. Gjithashtu bëjnë me dije se gjithsej në këtë rajon janë shpëtuar 250 persona. Mëtej thonë se 362 familje ose rreth 1200 persona janë të prekur nga dëmet materiale që shkaktoi moti i keq. Kryqi i Kuq i RMV-s të prekurve nga përmbytjet po ju ofrojnë edhe mbështetje materiale dhe psikologjike. Në komunën e Kërçovës, si pasojë e përmbytjeve, janë evakuar dhe strehuar gjithsej 250 persona. Nga ta 61 janë fëmijë, përfshirë 1 fëmijë 1 muajsh, 1 2 muajsh, 1 7 muajsh dhe 58 fëmijë të moshës së 2 deri në 10 vjeç. Ndër të evakuarit ka gjithashtu 189 të rritur, nga të cilët 102 gra dhe 87 burra, si dhe 11 persona me aftësi të kufizuara. Qendra e menaxhimit të krizave bën me dije se strehimi i personave të evakuar është bërë në sallën sportive Hristo Uzunov. Në rrugën Prilevska është regjistruar përmbytja më e madhe shtëpive dhe janë evakuar 220 persona, të cilët janë sistemuar në sallën sportive Hristo Uzunov. Ka pellgëzime edhe në rrugën 29 nëntori në lagjën në Podrovosh, ku janë përmbytur bodrume në disa shtëpi, janë përmbytur edhe objekte të spitalit në Kërçovë. Nga përmbytja që ndodhen fundjavën që lan pas sipas QMK-s, gjendja është stabilizuar dhe thonë se po monitorohen. Bëjnë me dije se në Gostivar gjendja më kritike është regjistruar në fshatin Forin, i cili është më i prekuri nga përmbytjet. Njoftojnë se janë përmbytur edhe sipërfaqe bujqësore në fshatrat Çajl, Turçan, Vrapqish dhe Bellovisht. Edhe në komunën e Likovës që më thot se në një pjesë të fshatit Opa janë përmbytur disa sipërfaqe bujqësore për shkak të daljes nga shtrati i lumit, ndërsa sipërfaqe bujqësore të përmbytura tha se ka edhe në fshatin Orizare.